Gjatë vitit 2025 në Spitalin Rajonal të Shkodrës janë identifikuar 113 raste të reja me kancer. Në kuadër të ditës botërore kundër kancerit, mjekët theksojnë një prirje shqetësuese, rritje në numrit të pacientëve dhe diagnostikimin e sëmundjes në moshë gjithnjë më të re. Kanceri mushkrive mbetet forma më e shpeshtë i ndjekur nga i gjirit. Në Spitalin e Shkodrës në vitin 2025 kemi pasur rreth 113 raste të reja në total me lloje të ndryshme kancerit. Dhe ajo që neve na shqetëson më shumë është ulja e moshës. Pra, për fat të keq, mosha të reja po preken gjithnjë më shpesh nga kanceri. Ajo që ne këshillojmë si onkolog është që të gjithë personat duhet të bëjnë check-up apo kontrolle rutinë. Gjithashtu duhet të nënshtrohen testeve depistuese sepse ka dhe disa lloje kancerash që fatmirësisht mund të kapen në stade të hershme ose të parandalohen. Dhe ne si onkolog sugjerojmë për shembull që për depistimin e kancerit të gjirit të realizohet mamografia që në moshën 40 vjeç. Pra është ulur mosha e kryerjes së mamografisë. Gjithashtu për kancerin kolorektal të realizohet kolonoskopia që në moshën 45 vjeç. Për kancerin e qafës së mitës të realizohet pap testi, HPV testi apo vaksinimi kundër HPV-s. Për kancerin e mushkërisë mund të bëhet një skaner me low dose për të depistuar atë për ta kapur në stade sa më të hershme. Specialistët nënvizojnë se kontrollet periodike, check-upet dhe depistimet janë thelbësore për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit. Megjithatë, në shumë raste pacientët paraqiten për mjekim vetëm kur sëmundja ka avancuar. Por gjithmonë muaji tetor, muaji ku gratë drejtohen më shumë në numër më të madh për të kryer ato ekzaminime depistuese. Pra gjatë vitit është situata akoma, domethënë, e përmirësuar, por jo si në muajin tetor, kur bëhet promovimi i kancerit në gjirit. Në këtë 4 shkurt, mjekët onkolog bëjnë thirrje për ndërgjegjësi më të madh të shoqërisë, mbështetje për të prekurit dhe investim në kërkime shkencore për luftën kundër kancerit.